angleze kanë qenë pjesë të perandorisë angleze, jo evropiane. Dakord. Po e fuz Anglin te ideja e. Dakord, po ta fuzë, por banë janë pjesë e perandorisë angleze, e cila filloi të shkërmoqej në 45-ën. Amerikanët e shkërmoqën perandorinë angleze në 45-ën, në fund luftës. Totalisht. Dhe e zëvendësuan me perandorinë amerikane. Po kanë të drejtë evropiane të dritanse, Rusia këtej nga Ukraina, SBA-ja në Groenland, Rusia nuk e ka cënuar kur Evropën. Shikoni, historinë e kemi mësuar mbrapsht. Edhe ajo që thonë që ndodhi në 56 në Ukrainë, nuk ndodhi për shkak të pushtimit rus. Revolta nisi si revolta anti-çifute. Revolta në 56 nisi si revolta anti-çifute në Hungari. Dhe pastaj u përdor nga perëndimi për gjoja revolta antikomuniste, nuk ishte të bënte me antikomunizmin. Kishte të bënte sepse në 56 në Hungari të gjitha pozicionet, përfshi edhe policinë sekrete, e kishin çifutët. Pse kishin çifutët? Sepse kur në marrëveshjen që bëri Stalini me Ribbentropin atko, kur e pushtoi Hungarinë përpara luftës së dytë botërore, pra që u bëja marrëveshja përpara, u vendos në KVD-ja. Në KVD-ja ishte çfarë ka qenë KGB-ja ose çfarë është FSB-ja sot. Dhe në KVD në atko e menaxhonin dhe e kontrollonin gjithë çifut. Hebrej që ti. Janë çifut hebrej, thonë janë çifut, ata vetën e quajnë çifut më Jewish, pse ne duhet të themi s'ka problem. Ata vetë si thon Jewish përkthehet në çifut, pra kur ata vetën e quajnë Jewish nuk mendoj që është ofendim as social as gjë tjetër. Thjesht për pra në aspektin gjuhësor jemi në rregull. Nuk po ofendojmë si popull. Po të kthehemi te në këtë aspekt, dhe ata nisën këtë veprimtari kundër sepse dhe kjo në KVD-ja u mor në atko u organizuan në Hungari për hesab të rusëve dhe mori të gjithë çifutët dhe i futin në këtë. Dhe të gjithë oficerët, gjithë torturuesit, gjithë vrasësit ishin çifutë dhe ata filluan vrisin të gjithë elitën intelektuale dhe tregtare të mesme të Hungarisë, që ishin hungaresë. Dhe pas marrjes së pushtetit, pas rënies pasi mbara edhe nazizmi dhe gjitha këto tjerat, sërish atje pushtetin, rusët ç'a bën për të mbajtur pushtetin atje? Çuan rusë, po ama ngritën këta çifutët që kishin mbetur atje, këta jahudit që ju i thoni, prandaj. Dhe ata kishin pushtetin totalisht atje dhe ushtronin pushtet ekonomik, politik, policor ndaj popullsisë hungareze dhe demonstratat nisën ndaj kësaj. Po perëndimi e shpalli si gjë, pra ishin antisemitiste, ishin kundër tyre. E qartë. E gjitha çfarë ndodhi. Gjithë përpjekëshën dhe Rusia në fund ndërhyri për ta shuar këtë antisemitizëm. Për këtë arsye, Izraeli në atë kohë e përkrau ndërhyrjen në 56-ën, sepse ishte ndërhyrje kundër antisemitizmit që lindi në Hungari. Dhe u shit për antikomunizëm. S'kishte të bënte me antikomunizmin fare. Dritan, regjia, duhet ta kem atë mesazhin që Macroni i ka dërguar Trumpit dhe Trump e ka publikuar për ta mbyllur se besoj që jemi në minutat e fundit. Nëse është, besoj që duhet jetë. Pra, Dritan, paka shumë aty thuhet që ram dakord për e kam lexuar mesazhin. Jo, unë e them më shumë për ata që e kam lexuar mesazhi thot tekstualisht që jemi okay, pra, jemi okay me Iranin, jemi okay me Sirin, jemi okay me Ukrainën, jemi okay, mund të bëjmë shumë gjëra edhe për Iranin. Po me Groenlandën shpate me Groenlandën. Pra kjo do thotë që neve Pra kjo do thotë që neve kemi qenë dakord me gjitha që ti ke propozuar. Pra kjo do thotë që jemi marrë vesh. Jemi dakord thotë. We are totally in line on Syria, we can do great things on Iran. Jemi dakord në atë që ju vendosni. Pra kjo do thotë ne jemi nënshtruar. Pra fakti që neve ju jemi nënshtruar, ju pse po na e merrni Groenlandën, ëh? Është kjo, po unë mendoj që marrja e Groenlandës, pavarësisht se është në aspektin e marrjes Groenlandës, në aspektin ndërkombëtar, është një tendencë fashiste të Bashkimit të Amerikës, pra marrja e territoreve të vendeve sovrane, kur ti nuk ke asnjë lloj qasje aty, asnjë lloj lidhje me atë territor, pra nuk është se aty banojnë amerikan, edhe atyre janë hequr të drejtat edhe ti po lufton për drejtat e tyre edhe ti nuk ka asnjë lloj gjëje. Pra, kjo është e njëjta gjë që bënte fashizmi. Pra fashizmi për nevoja, sepse edhe Mussolini, edhe Hitleri e justifikuan pushtimet gjatë luftës së dytë botërore me aspektin se duhen për nevojat sigurisë kombëtare, pra për nevojat sigurisë tonë, për nevojat e industrisë tonë. Në këtë arsye Hitleri pushtoi pjesën e Evropës, Mussolini pushtoi
edhe bëri masakrat në Afrikë. Pra në Eritre, në Libi, në gjitha këto. Nisur nga ky parim. Nisur nga ky parim. Dhe edhe Trumpi po përdor të njëjtin parim, ky është parim fashist. I pastër është parim fashist. Dhe është fashizëm i pastër. Nga gjitha anët ta shohësh është fashizëm i pastër. Pra, po shkojmë, ne jemi duke rrshqitur drejt fashizmit. Perëndimi po rrshqet drejt fashizmit. Brenda një 10 vjeçari, këtu do jemi mbajnë mend, pas 10 vjetësh këtu ndërimi me fjalë ndërimi do jetë nderim fashist, por nuk do themi Heil Hitler, por do themi Heil Trump. Pra, vetëm këtu do jetë ndryshimi, do zëvendësohet Hitleri me Trumpin. Vetëm këtë ka për të pasur. Por, në një aspekt tjetër, marrja e Groenlandës e bën Shtetet Bashkuara të Amerikës antar të Bashkimit Evropian. Dhe bërja e Shtetet Bashkuara të Amerikës antar të Bashkimit Evropian, çfarë bën? I heq Bashkimit Evropian mundësinë për të bërë edhe fuqi ushtarake në vetë, këtë që këta diskutojnë që të bëjmë një ushtrim vete vetëm në Evropa. Por në moment që ta bësh atë duhet ta përjashtosh Groenlandën nga Evropa. Groenlanda është pjesë e Evropës. E qartë. E kuptoni ku veprimi i Trumpit në këtë aspekt futet brenda, pra vën një karrige në Europë. Në Këshillin e Evropës. Dhe nesër në Parlamentin Evropian do kesh edhe një Amerikan i cili do të votojë, do të kundërshtojë, do të bëjë. Pra, uniteti evropian për të kundërshtuar atë çka vendosin amerikanët nesër, edhe politikisht bëhet zero. E qartë. Lëmsh. Pra, jo, nuk është lëmsh. Në aspektin e perandorisë, në aspektin se ata janë duke funksionuar në aspektin e tyre. Por këtë duhet kuptojnë palët, që Amerikanët ndjekin, e kanë përcaktuar në të gjitha doktrinat e tyre, në të gjitha ata thonë, edhe në doktrinën Monroe, edhe në të gjitha të tjerat, ata e kanë përcaktuar që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesa. Nuk kanë miq. Pra kanë interesa. Të gjitha ata që nuk e kanë kuptuar kurrë këtë, është fatkeqësi e madhe që mendojnë se amerikanët na duan ose kanë rënë dashuri me neve. Nuk kanë rënë amerikanët në dashuri, as me ne dhe as me skën tjetër. Amerikanët janë një popull egoist, cilët janë të dashuruar vetëm me vetveten. Por ata kanë vetëm interesa. Në rast se ti e gjën veten tënde brenda interesit të tyre dhe përfiton, bravo qoftë. Në rast se ti nuk e gjën kurrë, atëherë ti je i humbur. E njëjta gjë po ndodh këtu. Ja, shihni atë që po ndodh në Siri me kurdët. I përdorën kurdët sa deshën, tashmë i kanë lënë kurdët në mëshirë të fatit. Totalisht nuk po japin as lloj ndihme, as politike, as ushtarake, pavarëse i kanë të dyja mundësitë ta bëjnë atë. I kanë lënë kurdët në mëshirë të fatit. Në fakt pa diskutuar kjo. Dhe lënia e kurdëve në mëshirë të fatit, kurdët tash po paguajnë atë që i bën Asadit në vitin 2019, Bashar al-Asadi u bëri thirrje kurdëve tekstualisht. Ekziston një video ku i thotë që ju ftoj të na lejoni të përdorim ujin, të na lejoni të përdorim naftën që ju keni sekuestruar dhe po e bëni me urdhër të amerikanëve, sepse do vi një ditë që këta amerikanët që ju po urdhërojnë juve sot, do t'ju shesin nesër tek këta terroristët që ne po luftojmë sot. Tekstualisht kjo ndodhi. Amerikanët sot i shitën kurdët tek këta terroristët që Asadi thonë që kanë marrë pushtetin në Siri. Pra kjo nuk do të thotë që pra çdo kush që e njeh gjeopolitikën dhe që e ka studiuar sadopak gjeopolitikën amerikane, në jetë të jetëve amerikanët kanë parë vetëm interesin e tyre dhe perandorisë shohin vetëm interesin e tyre. Nuk shohin interesin tënd. Gjatë gjithë historisë në fakt. Pikërisht. Prandaj dhe evropianët këtë gjë nuk po kuptojnë. Që amerikanët janë këtu në Evropë, kanë hyrë për interesin e tyre, nuk kanë hyrë për interesin e evropianëve. Evropianët u treguan të zgjuar pas 45 ata që ishin, se tash nuk janë më, ata evropianë që përfituan nga ndërhyrja e amerikanëve dhe morën para, morën industri, morën diçka dhe lulëzoi Evropa. Po, lulëzoi. Tashmë këta që janë sot, këta nuk i përkasin të njëjtës kategori të atyre evropianëve që ishin në 45-ën. Në qartë. Nuk e kanë atë mençuri, nuk e kanë atë shkallësi, nuk e kanë atë pjeguri. Dhe për këtë arsye tashmë ju ka humbur rruga në oborrin e tyre dhe nuk din ku shkojnë. Dhe neve na bën çudi pse Trumpi flet këtë, pse Amerika këtë. Është praktikë amerikane. Ata ndjekin interesin e tyre. Ne dhe këtu përfshi edhe Shqipërinë, ne duhet ta shohim veten brenda interesit të tyre, brenda interesit të tyre, pra, se jemi vend i vogël, po pa cënuar dinjitetet e popujve të tjerë, sepse ndryshe pastaj bëjmë edhe neve pjesë e një fashizmi. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua Olsi Yazexhi, studiuesi, pedagogu nga, po flet nga Malezia apo jo Olsi? Nga Malezia. Olsi, çfarë po ndodh me këtë fazën e dytë
të planit apo të zbatimit të planit Gazës, ku Trump ka dalë me një board of peace, me një board të paqes. Çfarë është ky board dhe si e lexon nga pikpamja, se shpesh aludohet që është një OKB e re, po them, për shkak ka lindur për pasojë se apo si shkak i faktit që OKB-ja nuk po ja del më të frenoj apo të ndaloj apo të parandaloj konflikte të sigurisë në gjithë botën. Tani, ky bordi i paqes është pjesë e planit me 20 pika që presidenti Trump do të bëjë, i njohur si plani themelor për t'i dhënë fund konfliktit në Gaza, të cilin presidenti Donald Trump e propozoi dhe e çoi edhe në Këshillin e Sigurisë në fund vitit 2025. Dhe ky bordi i paqes është pak a shumë pika e dytë e planit 20 pikësh që presidenti Donald Trump i imponoi Benjamin Netanyahu dhe Izraelit për t'i dhënë fund gjenocidit në Gaza që po bënte Izraeli. Tani, pasi faza e parë e planit 20 pikësh të Trumpit ka marrë fund, ku Hamasi ka kthyer gjitha pengjet, ka ngelur vetëm një nga ushtarakët e vrarë izraelit që Hamasi nuk e gjen dot, nga që me sa duket Izraeli do ta ketë fundosur në ndonjë nga rrënojat e bombardimeve të veta. Megjithatë, ky bordi i paqes që është hapi i dytë ku Donald Trumpi do ta ketë pak a shumë Gazën në një koloni amerikane, ku kryetar i këtij bordi të paqes, që do thot bordi i luftës, do të jetë Donald Trump. Pjesë e këtij bordi të paqes do të jetë edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, kriminali i luftës dhe ish kryeministri britanik Tony Blair, dhëndri i Trumpit, zionisti Jared Kushner, Steve Witkoff, Ajay Banga, që është presidenti i Bankës Botërore, dhe pjesë e këtij të bordit paqes, Trumpi ka ftuar edhe disa udhëheqës botëror, sikur presidenti zionisti Argentinës Javier Milei, shtesi është quar Tayyip Erdoganit të Turqisë, kryeministrit të Kanadas Mark Carney, kryeministrit Pakistanit Shehbaz Sharif, dhe janë është ftuar edhe presidenti Vladimir Putin, presidenti i Rusisë. Do thënë Trumpi ka çuar shumë ftesa, ndër të tjera ftesë i është quar edhe Albanistanit apo Shqipërisë, i është quar Edi Ramës, dhe të ju do më thënë në katunën tuaj po bëhet festë e madhe se Rama po thot shqyrshëm kanë dhënë ftesën edhe mua, bile se Rama sot kishte pranuar ftesën. Ftesa janë quar presidentëve që nga Kazakistani, Paraguay, Uzbekistani, Vietnami, Hungaria, Maroku, Britanisë Madhe, Polonisë, Finlandës, Bielorusis, Kipros, Egjiptit, Turqisë, Jordanisë e tjerë. Tani, pse i ka bërë gjitha këto gjëra Donald Trumpi? I ka bërë se pak a shumë to që t'japi një farë mbulimin ndërkombëtar kolonizimit të Gazës që i do të bëjë. Dhe për Trumpin me shumë rëndësi ka që në këtë të shtyquajturin bordin e paqes, i cili kuptohet do të dominohet nga Donald Trumpi dhe dhëndri i tij zionist Jared Kushner. Po për Trumpin me rëndësi ka që këtu të ketë
edhe disa vende myslimane që të marrin pjesë. Kjo është arsyeja pse Shqipëria është futur në një listë me Egjiptin, me Turqinë, Jordaninë, Arabinë Saudite dhe Omanin. Është edhe Katari që është në listë. Domethënë Trumpi po do që të bëjë një biçim koalicioni me vende të ndryshme të botës, ku nëpërmjet këtij koalicioni ai do që të justifikojë politikat kolonizuese dhe depopulluese që do të ndërmerren kundër Gazës. Por për personat që ndjekin mediat izraelite, ata besoj kanë parë që politikanët izraelit e kanë refuzuar këtë bordin e paqes. Netanyahu refuzoi, biles edhe ai ministri ekstremisti i Ben Gviri, ministri i sigurisë, nëse jam gabim, e refuzoi, biles i bëri thirrje dje ushtrisë izraelite që të rinisi bombardimin e Gazës, nga që me sa duket planet e Trumpit nuk përkojnë me planet e izraelitëve. Izraelitët sigur deklaruan që gjatë kohës kur ata bënin gjenocid në Gaza, plani i tyre është që ta aneksojnë Gazën dhe mundësisht në momentin e parë që Irani mos të ekzistojë më, domethënë nëse amerikanët do të arrijnë që ta shkatrojnë Iranin dhe të ndryshojnë regjimin në Iran, ëndra e izraelitëve është që të gjithë palestinezët t'i hedhin në det. Ndërsa ky plani që Trumpi po paraqikon, nëse plani, domethënë Trumpi do t'i qëndroj besnik asaj që i propozovi në fillim kur ai edhe solli planin 20 pikësh, projekti plan i Trumpit dhe këtyre hajdutëve që ai vja rrethëqarë, sigur Steve Witkoff, Jared Kushner e tjerë, është që t'i marri tokat e Gazës, t'i kthejnë në rizorte, ndoshta me paranë e Arabisë Saudite, Katarit, Emirateve Arabe, dhe palestinezët t'i kthej pak a shumë yzme qarë në tokat që i takonin atyre njëra i kohë. Rolin që ky bord mund të ketë, se kjo po diskutohet shumë, Olsi. Ky bord mund të kthehet më pas në një institucion të rëndësishëm që mund të zëvendësojë atë OKB-n në mënyrën që të bëhet një institucion që do jetë parsor për sa i përket zgjidhjes konflikteve dhe vendosjes paqes në mbar botën, jo vetëm në Gaza. Unë nuk besoj që ky bord do ketë fuqi që të zëvendësojë OKB-n, por në rastin konkret Donald Trumpi bën gjithë këtë koalicion ku pofton aty njerëz të dëshpëruar sikur diktatorët e Arabisë Saudite, Uzbekistanit apo edhe Arnautistanit, Shqipërisë, nga që ai do që t'japi imazhin e një legjitimiteti ndërkombëtar të asaj që ai do bëjnë në Gaza. Sepse e para Gaza, domethënë atë që ai do bëjnë në Gaza shkon kundër ligjit ndërkombëtar, nga që OKB-ja e ka njohur Palestinën si shtet. E dyta, ai do të shkojë kundër ligjit ndërkombëtar duke vjedhur tokën e palestinezëve, në ndërtuar rezorte me një tokë që ai e konsideron si mall pazot, dhe ky bord do anashkaloj rezolutat historike që OKB-ja ka ndërmarrë, që prej viteve 1967 edhe më mbrapa, ku njihen kufijt e shtetit të Palestinës, dhe me këtë bord ai do pak a shumë që t'i japi një farë legjitimiteti vjedhjes së tokës së Gazës, dhe që t'i thot komunitetit ndërkombëtar, që t'i thot që shife se ne këto gjëra që po bëjmë nuk i kemi bërë vetëm, por kemi patur në bordin ton edhe vende islamike si puna e Turqisë, Arabisë Saudite apo edhe Shqipërisë. Duke ftuar edhe Putinin në këtë bordin e paqes, ai kërkon që t'japi
legjitimitet global, duke përfshirë edhe këtë botën që historikisht ka qenë pro-Palestinës, dhe me këtë ai kërkon që duke patur sa më shumë udhëheqës botror që t'jenë vetëm me emër pjesë e bordit faqes, ai do të justifikojë vjedhjen që do të bëjë. Kina e ka planuar, Olc,